Masat shtrënguese të policisë në portin e Durrësit krahas personave të dyshuar si azil kërkues kanë penalizuar edhe ata që kanë dashur të udhëtojnë drejt vendeve europiane për probleme pune apo shëndetësore. Ndër të kthyerit e radhës nga policia kufitare është edhe një person që ka qenë më parë në vendet e Europës me të njëjta dokumente. Unë plotësoj të gjitha kriteret. Pse më dërgo? Unë nuk i marr më ato leta. Nuk më hem punë më ato leta më. Unë do shkoj me vra njerëz atje. Do shkoj me kret punën time, çokën time. Hallin tim, punën time, vizitën time, për çfarë? Më jeni të net, më thoni të net, me bilet shkoni e ardhi. Tentuar edhe tjetër kalon apo sot? Vetëm sot bën me gjalin. Po më shkon në Zvicër, s'm kanë ndalu. Po më shkon në Itali, s'm kanë ndalu. Të tjerëve u është refuzuar kalimi drejt Italisë për shkak të sasisë së lekëve që kishin me vete apo për garancinë origjinale. Por asnjë prej tyre nuk pohon se kishte qëllim të kërkonte azil në vendet e BE-s. U thoj për qef, kam levë një 15 vjet në Itali, nga ata që jam kthy vet me qef. E kupton? Edhe tash i thash po dal, po i bëj edhe një vizitë kalamajve kështu, ti vizitoj. Mirë po, nuk e pata parashikuar që duheshin kaq shumë lek me vete. Normalisht paktën duhet më i pas një 500 euro, unë kisha vetëm 200 euro edhe kështu që ata janë rregull, jam unë problemi, e kupton? Nuk ikim për azil, thjesht kushërinë do operojmë së është i sëmu. Gjithë dokumentat, garancione, gjithë dokumentat. Biletat gjitha në rregull. Kam pas një darsëm të kushërim, në Itali atje, jo, si është kjo arsyeja të shkoj në Gjermani unë. Vetëm gjatë mbrëmjes të së hënës, në portin e Durrësit policia kufitare ka ndaluar 20 persona që ishin nisur drejt Italisë.